nderuar Kryeministër, kjo është tryeza e energjisë, një tryezë e cila personifikon të gjithë bashkëpunimin e shkëlqyer që kemi midis sektorit publik dhe privat në këtë 5 vjeçar, pasi në të vërtetë kur vjen puna tek energjia, ne kemi bërë një punë shumë të mirë për sa i përket rregullatorit, për afrimit të legjislacionit ton me Bashkimin Evropian. Kemi ngritur sisteme të fuqishme kontrollit të gjithë kësaj fushë. Nga ana tjetër kemi investuar në përmirësimin e prodhimit energjetik në Republikën e Shqipërisë, por nga ana tjetër duhet të thënë që kontributi i sektorit privat në fushën energjetike është po aq i vyer sa gjithë përpjekjet që ka bërë edhe qeveria jonë në këto 12 vite dhe me të vërtet 5 vjeçari i fundit ka gur kilometrik të vendosur, të cilët po krijojnë tashmë një pistë drejt Shqipërisë 2030 që është edhe synimi ynë për ta kthyer vendin në një eksportues neto dhe për ta kthyer vendin në një hub të transmetimit energjetik, duke përdorur kështu edhe pozicionin ton gjeografik dhe ndikimin ton gjeopolitik. Do ta nis me një prezantim të shkurtër të situatës që kemi gjetur në 2013, arritjet dhe sigurisht planet që kemi për të ardhmen, por do dëshiroja shumë duke qenë se në këtë tryezë dominancën e ka sektori privat dhe të gjithë kontributorët, që secili prej tyre apo kush ka dëshirë të merrte fjalën për të nënvizuar gjitha arritjet që kemi dhe planet që ata kanë për të ardhmen. Në vitin 2013, sektori energjetik shqiptar ishte në një kolaps të plotë. Humbjet në rrjet shkonin mbi 45%, arktimet ishin deri në 75% në rastin më të mirë, ndërkohë që të gjitha asetet gjeneruese, i referohem këtu kaskadës Drinit, apo edhe disa hidrocentraleve të tjera, ishin totalisht pamirëmbajtura nga koha e ndërtimit të tyre, ndërkohë që nuk bëhej fjalë që të kishte një rrjet të digitalizuar në ato momente. Shkëputjet e energjisë elektrike ishin për disa orë gjatë ditës dhe nga njëherë kalonte më shumë koha e shkëputjes se sa ishte koha e ofrimit të shërbimit, ndërkohë që humbjet financiare shkonin deri në 710 milion euro, duke krijuar kështu një kaos në të gjithë sektorin elektroenergjetik. Ndërkohë që për sa i përket asaj kohe, unë nuk lë asnjëherë pa përmendur pasi bëhet fjalë për një nga goditjet më të mëdha të sistemit tonë energjetik. Në atë moment ka ndodhur pra pak vite para 2013-s, kemi edhe privatizimin e 3 heceve, Ulza, Shkopeti dhe Bistrica, duke krijuar kështu një gap në gjithë sistemin e prodhimit shqiptar, i cili ishte dizenjuar për të balancuar pra të gjithë prodhimi që ndodhte në veri të vendit, në qendër edhe në jug të tij. Kemi privatizimin e operatorit të shpërndarjes në ato kohë, duke krijuar një situatë akoma më të rëndë në sektorin energjetik, me luhatje të vazhdueshme të çmimeve, paqëndrueshmëri për sa i përket ofrimit të shërbimit, dhe sigurisht gjitha këto impaktonin abonentin familjar dhe padyshim edhe të gjitha bizneset. Në ndërkohë, unë do desha ta kaloja këtë pjesë pasi me të vërtet mund të themi shumë për të shkuarën, por nga ana tjetër është mirë që të fokusohemi se si ka evoluar i gjithë sektori deri më sot, kush kanë qenë kryesisht ndërhyrjet që ne kemi bërë, duke nisur nga reforma e sistemit dhe e të gjithë sektorit energjetik dhe duke shkuar më pas edhe tek planet që ne kemi për të ardhmen. Sot, mbasi kemi forcuar operatorin e shpërndarjes me të gjithë komponentët e tij, ka një vëmendje të veçantë edhe kesh pra operatori prodhues. Duke nisur kështu me përgjithësimin teknologjik të vau të tejës, rehabilitimin e portave të Hec Komanet dhe sigurisht
të gjitha proceset e tjera që kemi nisur edhe në Fierz për të krijuar kështu një rekonstruksion të digave të kaskadës, rehabilitimi i portave të heceve që ka qenë i domosdoshëm, përgjithësimi elektromekanik, monitorimi në kohë reale i sigurisë së digave dhe padyshim edhe të gjitha proceset e tjera të digitalizuara dhe inovacioni që kemi vendosur në polin kryesor të prodhimit në vendin tonë, që është pjesa pra e veriut Kaskade e Drinit. Duke mos lënë mbasdore edhe të gjithë bashkëpunimin me hecet e vogla, të cilat janë vendosura kryesisht në zonën lindore të Republikës Shqipërisë. Do të ndaloja për një moment tek viti 2019, kur në bazë të një strategjie kombëtare vendosim që të nisim një proces të gjerë të diversifikimit të prodhimit të energjisë elektrike në vendin tonë. Dhe duke krijuar kështu një plan për të ardhmen, për të balancuar llojet e burimeve të energjisë elektrike. Deri në ato momente, ne kemi qenë totalisht në varësi të prodhimit hidrik, duke pasur problematika të vazhdueshme dhe duke pasur varësi nga moti, dhe nëse do t'i referoheshim edhe tregut, i cili zakonisht është një treg rajonal, moti është i njëjtë edhe në vendet përreth nesh, kështu që në vitet e thata kemi vuajtur jo vetëm nga importet, por dhe nga importet me çmime të larta. Për këtë arsye, në vitin 2019, përveç diversifikimit që kishte nisur si një edukim i kontribuesve privat, nga ana tjetër ne vendosëm që të zhvillonim një lloj tjetër diversifikimi, patjetër duke i nxitur dhe duke i mbështetur të gjithë aktorët e sektorit privat, por jo më duke shndruar tek ato parqet e vogla fotovoltaike 2 megawatt, të cilat nuk do t'ja dilnin kurrë që të krijonin atë aset energjetik nga burimet diellore që ne kemi krijuar sot. Kështu që në vitin 2019 ne fillojmë me ankandet e para, të cilat kishin edhe tokën e vendosur nga shteti si komponent, duke nxitur kështu një garë të ndershme, transparente dhe e cila na u shpërblye me disa vendimarrje shumë të rëndësishme, duke qenë se në tregun ton në atë moment futen investitorë të huaj, të ekselencës do t'i quaja, siç është rasti i Voltaliës, si fitues i 2 ankandeve për 2 parqet e para fotovoltaike, atë të Karabastas edhe atë të Spitallës. Parku i parë sot është në proces, ka filluar të prodhojë, rendimenti është shumë i kënaqshëm dhe unë besoj që Voltalia, pavarësisht të gjitha problematikave që mund të ketë pasur për shkak të luhatjes së çmimit të tregut nga viti 2019 dhe deri më sot, nga ana tjetër me një bashkëpunim shumë të ngushtë, me një koordinim dhe dialog të vazhdueshëm që ne kemi pasur në Tryezë, të gjitha janë kapërcyer dhe sot krenarisht mund të themi që projekti i Karabastas është një nga projektet model më të suksesshme, model për t'u ndjekur. Në ndërkohë që sigurisht jemi duke pritur që të kemi rezultatet e para nga Spitalla dhe nga ana tjetër kemi rihetëzuar projektin e Akernis duke bërë kështu bllokun e parë të parqeve të mëdha fotovoltaike, të cilat vinë si rjedhoj e ankandeve dhe prodhimit që është bërë në saj këtyre ankandeve dhe çmimeve rekord që ne kemi arritur. Nga ana tjetër, paralelisht, sektori privat me iniciativë të fuqishme ka ndërtuar në zonën perëndimore të Bregdetit ton parqe të tjera fotovoltaike, të cilat sot që flasim kanë rritur ndjeshëm prodhimin vendas, duke diversifikuar atë dhe sot ne kemi 10% të energjisë të rinovueshme, e cila është në 100% në vendin ton, 10% e të cilës vjen pra nga parqet fotovoltaike. Duke krijuar kështu edhe qarkun e Fierit, pa gjithë zonën e ulësirës perëndimore të shtrirë midis Karabastas dhe lagunës të Nartës, duke krijuar kështu një pol të ri energjetik, pra përveç atij të veriut, kemi edhe këtë pol të vendosur nga qendra në drejtim të jugut.
Duhet thënë që gjatë gjithë kësaj periudhe ne kemi nisur një studim të thelluar i cili do të na jap për të ardhmen një hartë se si duhet të vazhdoj pjesa e investimeve në sektorin elektroenergjetik, duke pasur parasysh se nuk mjafton vetëm që të prodhohet, por është shumë e rëndësishme edhe pjesa e transmetimit. Dhe duke qenë se sot kjo tryezë është dedikuar energjisë, është rasti që të përmendim që kohët janë sfiduese. Ne dje kemi marrë një njoftim zyrtar për blackout të Spanjës dhe të Portugalisë, fillimisht pjesëshëm dhe më pas total, dhe pavarësisht se dje u përpoq si njëri operator si tjetri që të arrinte edhe ta kapërcente këtë problematik, sot në orë të para të mëngjesit, të dyja vendet kanë shpallur gjendjen e emergjencës, pra gjendje të jashtëzakonshme, pikërisht nga rënja e rrjeteve të transmetimit, duke afektuar dhe shtete tjera, siç është Andora apo dhe pjesë të shteteve tjera europiane. E thon kjo, transmetimi luan një nga rolet më të rëndësishme. Dhe nëse deri tani ne kemi qenë në një emergjencë për të diversifikuar të gjithë prodhimin në Republikën e Shqipërisë, sot ne jemi të fokusuar jo vetëm tek prodhimi, por edhe tek transmetimi si komponent jetik i sistemit elektroenergjetik shqiptar. Jo vetëm për ta kthyer Shqipërinë në një hub transmetimi, pasi vetë gjeografia, vendodhja jonë gjeografike na e lejon këtë, por nga ana tjetër për të krijuar dhe sigurinë energjetike, që është një nga synimet dhe qëllimet kryesore të strategjisë kombëtare për energjinë, sektori energjetik pra 2030. E thënë kjo, po të vazhdoj me të gjithë portofolin e diversifikimit, ne duke ndjekur edhe linjat e transmetimit, kemi filluar që të incentivojmë ndërtimin edhe në zonat të tjera. Pra për të mos pasur të njëjtin polarizim si që kemi në rastin e kaskadës në veri dhe pjesës më të madhe të parqeve fotovoltaike në zonën midis Karabastas dhe Nartës, ne kemi filluar që të incentivojmë të gjithë sektorin privat që të shkojë dhe në zonat të tjera, po sigurisht duke investuar në rrjetet e transmetimit për të akomoduar kërkesa, siç është rasti Ersekës apo siç është rasti Delvinës dhe siç janë edhe rastet e eolikëve, të cilët nisin nga Tropoja. Këtu kemi një park që tashmë ka aplikuar prej 636 megavatorësh, duke qenë parku më i madh i rinovueshëm në vend, dhe më pas disa parqe tjera që zbresin nga bjeshkët e veriut deri në jug të vendit, duke ndjekur korridoret e erës dhe duke krijuar kështu një komponent të tretë të energjisë të rinovueshme, pra hidrike, solare edhe eolike. Do të kthehesha tek linjat e transmetimit për të thënë që tashmë kur sot në Shqipëri prodhohen mbi 200 megavator vetëm nga iniciativat që shteti ka ndërmarrë për sa i përket pjesës së autoprodhuesve. Kur ne kemi arritur së bashku me sektorin privat të prodhojmë 10% të volumeve vendase nga parqet fotovoltaike, atëherë sot gjithë puna kryesore shkon tek rrjetet e transmetimit. Rrjetet e transmetimit që Shqipëria është mirë ndërlidhur me rajonin, është e lidhur me Greqinë, është e lidhur me Maqedoninë e Veriut, është e lidhur me Kosovën dhe me Malin e Zi, por sigurisht ne sot jemi në një fazë të ngritjes të kapaciteteve të reja. Për shembull, në këtë moment ne jemi duke planifikuar që linja jonë e transmetimit me Greqinë për shkak të gjitha flukseve që kemi pasur 2 vitet e fundit në hyrje dhe në dalje të trefishohet. Nga krahu tjetër presim që të dorëzojmë linjën e interkoneksionit me Maqedoninë e Veriut që në anën shqiptare jemi duke ecur me ritme shumë të shpejta. Shpresojmë shumë që fqinjët të ruajnë ritmet tona për të përfunduar në të njëjtën kohë dhe për ta vënë menjëherë atë linjë në funksion. Ndërkohë që kemi investuar në fuqizimin e unazave të brendshme, siç është ajo Fiera Zhbull Tiranë, dhe padyshim lidhja e poleve për ne, pra me fuqinë 400 kW, mbetet shumë e rëndësishme. Por
ndërkohë që fuqizojmë linjat aktuale, shtojmë kapacitetet e tyre, kërkojmë përfundimin e linjave të reja, një nga planet tona më të rëndësishme është ndërlidhja midis Shqipërisë dhe Italisë. Tashmë një plan që ka filluar të vihet në jetë, duke qenë që i kemi hedhur hapat e para për sa i përket studimit vizibilitetit, për sa i përket marrëveshjes trepalshe midis Shqipërisë, Italisë dhe Emirateve të Bashkuara si investitor potencial i kësaj linje, duke i dhënë kështu sistemit elektroenergjetik shqiptar një tjetër komponent shumë të rëndësishëm. Ndërlidhjen me pjesën tjetër të Bashkimit Evropian, duke pasur parasysh që Italia apo përtej saj Franca, Spanja dhe të gjithë shtetet e tjera janë tregu i vërtet, të cilin ne kërkojmë të aksesojmë jo më përmes malit zi, por direkt përmes kësaj linje nënujore, e cila do ta vendoste Shqipërinë në një pozicion tjetër për sa i përkiste transmetimit të energjisë elektrike. Unë për energjinë elektrike, kryeministri mund flas gjatë, pasi i gjithë mirë menaxhimi që është bërë këtij sistemi, duke nisur nga komponenti prodhues, duke shkuar më pas tek transmetimi dhe sigurisht tek shpërndarja, ku në vitin 2024 ne kemi arritur një nga qëllimet dhe objektivat e vendosur, pra uljen e humbjeve teknike në nivelin historik, pra më pak se 18%, kur kemi arritur që arktimet të jenë mbi 100%, dhe shpjegojmë gjithmonë këtë pse janë arktimet mbi 100%, pasi ne mbledhim edhe debitet e këqija të viteve tjera, duke e balancuar një herë e mirë të gjithë sistemin financiar të operatorit të shpërndarjes. Të gjitha këto hapa që ne kemi hedhur, pra ulja e humbjeve dhe rritja e arktimeve, na ka sjell në pozicionin që të kemi mundësi dhe të ulim çmimin për 1.070.000 abonent.